Shtetasit e Kosovës në Gjermani nuk do të regjistrohen më si shtetas serb. Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, njoftoi se qytetarët kosovar që deri tani janë regjistruar në Gjermani si shtetas të Serbisë, tani kanë mundësinë ta ndryshojnë këtë status. Ky zhvillim vjen si rezultat i një qarkoreje të lëshuar nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Gjermanisë, e cila njeh dhe mundson përditësimin e regjistrimit të shtetësisë për shtetasit e Kosovës. Në një video mesazh publikuar në rrjetet sociale, ambasadori Ajeti theksoi rëndësinë e këtij hapi për komunitetin kosovar në Gjermani. Më shumë se 17 vjet, qindra mijëra qytetarë të Republikës Kosovës janë regjistruar në mënyrë të padrejtë dhe të gabuar si shtetas të Serbisë. Sot kam kënaqësinë njoftoj se fal angazhimit ton diplomatik dhe bashkëpunimit në institucionet gjermane, ky problem i trashëguar do të marrë fund, deklaroi ambasadori Ajeti. Sipas tij, ky ndryshim është rezultati i përpjekjeve të vazhdueshme të diplomacisë kosovare në koordinim me Kancelarinë Federale të Gjermanisë, Ministrinë Federale të Punëve të Jashtme, Ministrinë Federale të Punëve të Brendshme dhe Ministrinë Federale të Drejtësisë. Qarkoria e re tashmë është përndar në mbi 5200 qendra të regjistrimit civil në të gjithë Gjermaninë. Ambasadori Ajeti u bëri thirrje të gjithë kosovarëve që janë të prekur nga ky problem të drejtojnë institucionet gjermane për të kërkuar korrigjimin e regjistrimit të shtetësisë.